Për 2 ditë me radhë, Federata Shqiptare e Alpinizmit dhe Turizmit Malor zhvilloi një aktivitet kombëtar në Alpet Shqiptare. Rreth 170 alpinistë, ndërsa disa të huaj dhe fëmijë, morën pjesë në ngjitjen malore në bog dhe në thevë, duke mbetur të mahnitur nga bukuritë e Alpeve tona. My second time. Për mua është hera e dytë që vi dhe është njësoj si në Alpet e Zvicrës, po kënaqem shumë, një natyrë e mrekullueshme dhe vende shumë të bukura. Do t'i them të gjithë miqve të mi që të vinë dhe ta shijojnë këtë vend sepse është fantastik. Ishte një ngjitje e vështirë, por jo e paritshme. Jemi të kënaqur që e realizuam. Organizatorët shprehen se alpinistët për shkak të pjesëmarrjes së lartë u ndanë në 3 grupe, ndërsa pika përfundimtare e kësaj ngjitjeje ishin majat binjake të thethit. Dhe ngjitëm 2 maja të binjake. Ishte një aktivitet i arritur me sukses jo vetëm për masivizimit, por edhe që s'pati asnjë aksident. Të gjithë e ngjitën majën shëndoshë mirë. Dhe tani jemi në përfundim. E përfunduan gjithë të tre grupet e i ngjitën majat me sukses. Në këtë aktivitet kombëtar të Federatës së Alpinizmit, morën pjesë ekipe nga Shkodra, Tirana, Elbasani, Vlora, Puka, Berati, Përmeti dhe Korça. Qëllimi i kësaj ngjitjeje në Alpet Shqiptare nuk lidhet vetëm me sportin, por edhe me promovimin e turizmit malor në vendin tonë.